Këtu po e tregoj këtë rastin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me vajzën e tij Fatimen radhiyallahu anha. Vajza e tij Fatimja, nana e Hasanit dhe Husajnit, aty në dy bukuroshave të xhenetit, gruaja e Aliut radhiyallahu anhu, shkoi te baba i saj, Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk e kish veç bab, nuk e kish veç këtë dashnin fridrore, po e kish edhe si shok jetës. Edhe u këshilloi ka konsultoi me ta. Edhe i tha, unë e tha po lodhna shumë, se Aliu tha po ka punë fizike, po kryn, po dhone po do të me bo këto e, po do të me bo ato e, atëherë nuk ka pas makinë për larjen e rrobave, do me thonë lavatrice, makinë për tharjen e rrobave. E nana tona se kanë pas, valla, asnjë makinë hiç. Kanë lind, kanë jetu, kanë vdek, asnjë makinë që si do me thonë teknologjisë bar nuk e kanë pas në shtëpia. Edhe Fatimja nuk ka pas makina, e i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam me marr një khadim, një shërbëtore, se edhe Aliu tha i lodh të dhone po lodhna. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dëgjani me vëmendje ju që punoni punë trona fizike. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë ju tregoj diçka që nëse e bëni është më mirë për juve se sa më u gjetën në shërbëtor. Se sa më u gjet juve në hizmetçar që ju bën hizmet, ju bën shërbim. I tha Fatimja, po baba ja. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha kur shkani në shtrat me ra me fjet, para se të vini me fjet, thuni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Edhe tha ka me u hik lodhja dhe plagështia. Edhe Fatimja e filloi me një herë, e praktikoi. Edhe Aliu edhe mos ti për shërtore vazhdon jetën derisa i gjet vdekja. Andaj pra ju që jeni në këtë sektorin fizik që punoni punë trona, ma mirë për juve nuk ka diçka tjetër se sa dhikri, përmendja e Zotit, e dobit e dhikrit janë të shumta.